e kupton? Sepse atje më kujtoj dhe kur më kapën më shuan në repart ushtarak, sipër Kastorias në lindje, pa futën në qytet, ishte një repart me tankse, nuk e di çka kishte, po tankset më mbajnë mend si sot, dhe më thonë, leqi po silleshin në një mënyrë krejt brutale, barbare dhe krahashimeje, se unë isha vetëm, e kupton? Më thonë, okej, merë fshesën, edhe atë, si punë lopate, e ke parasysh për të mbledhur mbeturina, gjera, plerat, dhe i pastro, tek ai cepi aty. Atje ku ishin tankset parkuara, makina, më thash, ishte një qen pastor gjerman, i lidhur me zinxhir, të gjatë, mirë po unë nuk e pash qenin, e kupton? Dhe më vjen amrapa dhe më kafshon, te kofsha në amrapa, te pupla e këmbës. Unë isha vetëm 17 vjeç, imagjinoni, moshën që ka vajza ime Majla. Dhe për fat të mirë ishte sepse me që ishte shumë ftohtë, ishte fillim janari e shkurtë, nuk mbaj mend me saksi se çfarë muaj ishte i vitit, por di që ishte shumë ftohtë. Më ka paralizuar për 2 javë, nuk dija, do me thënë nga dhimbja e papar fare, edhe poshtë pantallonave të mia Levis kadife të zeza, i mbaj mend si sot, dhe ta mbaj mend të rjetën, kisha një paltuta për tu ruajtur nga i ftohti gjatë rrugës, e kupton Rudina? Dhe befasisht më vjen pastori